Fillimisht në njën më të madhe I bëjmë gati bazën e akullores. Shtojmë 300 gram me biskotat e bluara. Tani, sipër biskotave, do të shtojmë 150 gram gjalp të shkrirë. Përzihem mirë tani, derisa të sigurohemi që të gjitha biskotat janë lyer me gjalpin. Në këtë recet, pjesa e biskotave duhet që t'ju mbetet pak më e lagur, pra sikur kjo në video. Tani marrim një pjatë më të madhe, mund të bëni edhe në një tepsi katrore më të vogël nëse keni në shtëpi. Për t'ia dhënë formën, unë do të përdor një kallëp të tillë. Dimenzionin që po e përdor unë është 25 me 25 cm. Në fillim, në pjesën poshtë, vazhdojmë me shtojmë gjysmën e brumit me biskota. Me ndihmën e një gote, e shtypim mirë që të na ngjiten biskotat dhe të formohet një masë mirë poshtë. Sigurohemi që do ta bëjmë të barabartë në të gjitha anët. Tani e largojmë tepsin anësh dhe vazhdojmë që ta përgatisim akulloren. Në një tjetër më të madhe, vazhdojmë të shtojmë 400 ml krem pana ose hopla. Kremin pana, unë po e përdor direkt nga frigoriferi. Vazhdojmë që ta rrahim me mikser kremin pana për disa minuta derisa të trashet mirë. Pasi sigurohemi që kremi pana është trashur mirë, vazhdojmë që ta shtojmë tani këtu produktin tjetër. Produkti bazë për të përgatitur akullore, njëjtë si në ëmbëltore, është qumshti I kondenzuar. Unë po përdor qumësht të kondenzuar të gatshëm dhe në total do të shtoj 350 gram. Vitin e kaluar ju kam prezantuar edhe video se si mund që ta përgatitni qumshtin e kondenzuar vetë në shtëpi. Pasi sigurohemi që kemi përzier mirë edhe njëherë dhe kremi është trashur, tani vazhdojmë që ta hedhim brenda shijen. Mund ta lini kështu si është me shije të vaniljes, vetëm shtoni disa pika vanilje, por mund shtoni frutin që ju keni dëshirë. Pasi tani në sezon e kemi lule shtrydhen, unë vendosa që këtë radhë akulloren ta bëj me lule shtrydhe. Në total 200 gram lule shtrydhe I kam prerë në copëza shumë të vogla dhe do t'i shtojmë brenda. Vazhdojmë me rrahim me mikser edhe njëherë derisa lule shtrydhet të zbuten dhe të futen brenda tek kremi. Tani kremin që përgatitëm, pra duhet fitojmë një krem të trash, sikur ky që po e shihni në video, vazhdojmë dhe e shtojmë sipër biskotave. Gjithmonë duhet që ta rrahni mirë kremin derisa t'ju trashet mirë. Vazhdojmë I mbulojmë tërë biskotat. Tani, pjesën e mbetur të biskotave, vazhdojmë që ta shtojmë sipër akullores, duke krijuar kështu sandwich akulloret. Tani, gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që akulloria të ngrihet në ngrirje të thellë. Sa më gjatë pushon, aq më mirë bëhet sepse aq më shumë shtrëngohet dhe ngrihet. Unë zakonisht preferoj që ta përgatis në mbrëmje dhe të nesërmen e kam gati për ta shërbyer. Pra më e pakta që e lë në ngrirje është 10 deri në 12 orë.